Një shqiptar ka humbur jetën të dielën pasdite në qytetin Medellin të Kolumbisë si pasojë e një atentati për motive mafioze. Viktima është identifikuar si Artur Tushi, i lindur në Shqipëri, por me dokumente të Ekuadorit. Ai u qellua për vdekje në një sulm të mirë organizuar që ndodhi në rrugën El Paplado, pranë qendrës tregtare Santa Fe, një nga zonat më të njohura të qytetit. Sipas mediave lokale, autori i atentatit u kap menjëherë nga policia kolumbiane, teksa po tentonte të largohej me motor nga vendngjarja. Në momentin e ndalimit ai mbante ende me vete armën e zjarrit që kishte përdorur për të kryer vrasjen. Hetimet e para të autoriteteve dyshojnë se bëhet fjalë për një vrasje me pagesë të porositur për motive ende të paqarta. Nga të shtënat mbeti i plagosur dhe një gruaj që ndodhej pranë viktimës, e cila u transportua me urgjencë në spital. Ende nuk dihet nëse kjo kishte lidhje me shqiptarin apo ishte kalimtar e rastit. Dëshmitarë në vendngjarje kanë treguar për momentin e tmerrit që pasuan krismat, ndërsa njëri prej tyre ka pohuar se autorët e dyshuar kërkuan vetëm emrin e personit dhe pasi e konfirmuan kryen atentatin pas një hezitim. Ngjarja ka tronditur komunitetin lokal dhe ka tërhiqur vëmendjen e mediave kolumbiane për shkak të mënyrës së ekzekutimit që ngjason me atentate tipike mafioze. Policia dhe prokuroria e Medellinit kanë nisur një hetim të gjerë për zbardhjen e plotë të rrethanave dhe identifikimin e personave që mund të kenë urdhëruar vrasjen e shqiptarit Artur Tushi. Deri më tani autoritetet nuk kanë bërë të ditur motivin e saktë të krimit, por pista e lidhjeve me botën e krimit ndërkombëtar nuk përjashtohet.